Dy tërmete me magnitud 3.9 dhe 2.0 të shkallës Richter u regjistruan mëngjesi në kësaj të mërkure në zonat e Gjinarit dhe Shushicës në qarkun e Elbasanit në Shqipëri. Sipas të dhënave të Qendrës Evropiane të Sismologjisë, lëkundja më e fortë sismike u regjistrua në orën 7:33 me epicendër rreth 12 kilometra në juglindje të Elbasanit dhe 44 kilometra në juglindje të Tiranës. Tërmeti kishte një thellësi prej 5 kilometrash. Deri tani nuk raportohet për ndonjë dëm. Sa jemi në Shqipëri, atje në orët e fundit, ndodhen 4 aksidente të rënda rrugore, në 2 prej tyre me pasoja fatale. Një shofer vdiq në Fushë Krujë, ndërsa edhe një kosovar vdiq në portin e Durrësit. 4 aksidente rrugore